Uta të flasim të rikthehemi prap tek Everesti. Cili moment ka qenë më i veçantë për ty? Sa i përket ngjitjes në Everest apo diçka që ta mbet më shumë në mendje? Normalisht dita e majës, Po. kur kom rrinë maje, ka Po. qenë momenti më i bukur, më me thonë më i bukur në jetën time. Është një përmbyllje e një për memri deri aty mu ka dashur me punu tepër shumë. Jo vetëm me ushtru fizikisht, sepse dhe më thonë përveç ecjeve, unë jam edhe vrapuese malore, ushtroj crossfit, bëj biçiklet, bëj ski, bëj rock climbing, dhe më thonë krejt llojet e sporteve duheshme jo mu kon master, po të paktën me ju ushtru në mënyrë që më u bo gati për me kalu ma lehtë edhe me e shiju ngjitjen e Everest. Sepse ka edhe njerëz që ngjiten nëpër maje të tilla dhe që nuk janë ndoshta të përgatitur mas miri në botë, mirë po për mua gjithmonë ka qenë ideja që më kom fizikisht shumë mirë, që çdo sfida atje me te kalu ma lehtë. A ka pas ndonjë moment që ke thonë po dorëzona? Në Everest nuk ka pas momente tilla, për shkak se e kom pas synimin shumë të madh edhe për mua atëherë ka qenë shumë e rëndësi me e ngjit majën, me u kthy mirë, me u kthy shnosh edhe me ja pruv vetës që unë mundem me bo, me a dëshmu vetës që mundem me bo, edhe të njëjtën kohë me a dëshmu edhe popullit tem, sepse në atë kohë ka pas edhe shumë diskutime, jo ti je rrit në Gilan, ku je nis, po do me shku me ngjit Everestin, qysh ti po shkon vet, unë jam kon në ekip vet, s'kom pas ekip, nuk kom qenë pjesë ndonjë ekipes tjetër të Kosovës, ose whatever, ka pas ekipe tjera të botës, po jo nuk jam nis me dikon prej Kosovës, dhe me thonë, paka shumë në atë kohë mbështetjen e kom pas jo shumë të plot prej njerëzve, ndoshta për shkak të një mosbesimit ose për shkak të ku ta di unë ka pas shumë format atëherë që edhe pak edhe pas na harru. Ndërkohë, po mendoj kur jam ngjit maje dhe kur e kom pa lindjen e diellit, po mbrin maje dikon 5 mëngjesit, edhe me pa lindjen e diellit për majës botës nuk ka ndjenjë ma të mirë, edhe mi pa krejt nivelet e reve, me pa shumë maja të vogla poshtë, edhe me përmbyll projektin në mënyrë të suksesshme, edhe me përjetu. Ma e mira është që kom përjetu shumë mirë, sepse jam në fakt kur kom rri maje kom mendu që a u krya, diçka gjithë kom mendu që është pak ma shumë. Është një pjesë pak para majës, është pjesa fundit që Hillary Step e ka emrin, është një pjesa e fundit teknike, mandej është pak si një farë rafshine deri tek maja. E kur kom rri aty e ditë që kom fillu me qajt, për shkak të emocioneve që i kom pas, po do me thonë çdo sen që e bën atje, çdo emocion mundohesh me kontrollu, për shkak se duhet me rujt energjinë, do me thonë çdo lëvizje që e bën dorës ose whatever, çfarë do lëvizje që ti e bën, duhesh me pas kontrollume, se duhesh me ditë, që duhesh me rujt energji, sepse sado që ti ke harxhu energji për më shku, është e njëjta energji edhe për më kthy, edhe pse është e poshtë, shumë shpesh aksidentet më të mëdha ndodhin gjatë kthimit, se njerëz lodhen, i shën adrenalina, do me thonë e ke arrit qëllimin edhe pak habitën, edhe mandej për mua kon shumë rëndësi me majt fokusin, edhe më kthy mirë, po patjetër pavarësisht mas Everestit e kom gjitë edhe majën K2 që ka qenë një ëndër shumë e madhe për mua. Po prap Everesti mbetet ndoshta kujtimi më i bukur edhe arritja më e madhe personalisht maja botës, edhe me bo popullin tem krenar për mu kon gjithmonë sendi kryesor i krejt këtyne ekspeditave. Na ke bo shumë krenar.